Shkëndija e Tetovës në përballjen me ekipin AP Brera të Strumicës regjistroi fitoren e 15 sezonale, duke fituar me rezultatin e ngushtë 2-1. Fjalën kryesore në këtë përballje e kishte golashënuesi më i mirë në historinë e futbollit të Maqedonisë dhe të Shkëndijës, Besart Ibrahimi, i cili shënoi 2 gola për 3 pikë të reja që çojnë ekipin drejt titullit të 5 kampion të Maqedonisë së Veriut. Trajneri Jeton Beqiri, pas përfundimit të ndeshjes, duke u bazuar në rezultatet e ndeshjeve të tjera, theksoi se ekipi do të jetë më në nivel. Unë pres që ekipa të jetë me kalimin e kohës edhe më mirë fizikisht, edhe besoj që do jemi aq të vigjilent dhe të mençur që të menaxhojmë situatën deri në fund ashtu si duhet. Ndërkohë, me një komunikat zyrtare të klubit thuhet, klubi i futbollit Shkëndija respekton viktimat dhe distancohet nga sjelljet e papërgjegjshme të një grupi të tifozëve. Distancohet nga sjellja e një grupi të caktuar individësh dhe nuk pasqyron qëndrimin e tifogrupit, i cili aktualisht është në proces riorganizimi, dhe as të pjesës tjetër të publikut, që në atë moment reagoi me fishkëllima për të shprehur pakënaqësinë ndaj atyre që këndonin, thuhet post të tjerash në komunikat. Nga ana tjetër, për sjelljet e një grupi të tifozëve që nuk e respektuan heshtjen dedikuar viktimave nga tragjedia e Koçanit, Federata e Futbollit e Maqedonisë ka hapur procedurë disciplinore ndaj Shkëndijës. Sipas FFM-s, kjo vjen për shkak të sjelljes jo njerëzore të tifozëve dhe mos respektimit të minutës së heshtjes në nder të viktimave në Koçan. Rezultatet e ndeshjeve të tjera janë befasuese, sidomos fitoria e Voska Sport në transfertën me Gostivari në Maxhari. Dihet se skuadra vendase ishte njëra nga ekipet pretendente për titullin kampion. Ndërsa pas kësaj disfate, titulli mbetet vetëm një dëshirë e parealizuar. Edhe pretendenti tjetër për kreun e tabelës, Sileksi, ka zhgënjyer tifozët e vet duke barazuar me Tikveshin. Ndeshja Rabotnički Besa ishte e barabartë, por një penallti vendosi që 3 pikët të mbeten në shkup, ndërsa ekipi nga Dobërdolli vazhdon të mbetet në situatë të vështirë për të siguruar mbijetesën. Struga Trimlum, edhe në përballjen me ekipin Shkupi, dëshmoi se nuk është në formën e duhur pasi luajti vetëm me barazim pa gola. Pelisteri, që në disa ndeshje të fundit ishte mjaft i suksesshëm, në përballjen e së shtunës dështoi kundër Vardarit duke zhgënjyer tifozët e tij. Pas javës së 25, Shkëndija me 53 pikë, Sileksi me 48 dhe Rabotnički me 48 pikë mbeten 3 kandidatët më serioz për titullin kampion, ndërsa mbijetesa do të diskutohet mes ekipeve Tikveshi dhe AP Brera, që kanë nga 22 pikë, dhe Voska Sport e Besa e Dobërdollit, që kanë nga 21 pikë. Deri në fund të kampionatit në ligën e parë kanë mbetur edhe 8 xhiro, ndërsa kampionati përfundon me ndeshjet e xhiros së 33 më 18 maj.